Grabiti 80 shtëpi në Itali, arrestohet ajduti 30 vjeçar shqiptar që hapte dyert e banesave me krik makinash. Për vite me radhë, ai hapte porta në mes të natës me një krik të thjesht makinash, duke lënë pas shtëpi të thyera dhe para të zhdukura. Një shqiptar 30 vjeçar u arrestua 2 ditë më parë në aeroportin e Campinos në Itali, ku akuzohet për kryerjen e afërsisht 80 vjedhjeve midis viteve 2021-2024 në provincën e Ravenës. Hetimi filloi në vitin 2021 kur qyteti përjetoi një rritje të vjedhjeve me thyerje në banesa, veçanërisht në zonat e Fiumonte, Abbandonato, Via Maggiore, Via Ravegnana dhe Via Poggi. Vjedhjet ndodhin gjithmonë natën me një objektiv specifik, vetëm para në dorë dhe sende me vlerë. Një mënyrë që ndrueshme veprimi që i drejtoi menjëherëtuesit drejt një burimi të vetëm. Teknika është aq e thjeshtë sa edhe efektive. Hekurat hapen me një krik makine, një mjet i heshtur dhe lehtësisht i transportueshëm që gjendet vazhdimisht në vendin e vjedhjeve. Një analizë kohore zbuloi një element tjetër kyç, periudhat e pranisë të karakterizuara nga incidente të shumta që alternohen me periudhat mungesës plot të njëjtit lloj vjedhje. Në përgjithësi, afërsisht 80 incidente mund të gjërmohen në të njëjtin model, duke vendosur Ravenën midis qyteteve kryesore italiane për vjedhje banesash gjatë asaj periudhe, informuan mediat italiane. Imazhet e kamerave të mbikëqyrjes na lejuan të përshkruajmë një profil të saktë, një buriri fuqishëm me fytyrë të maskuar, lëvizje të shkatha dhe një ecje të veçantë. Gjatë njërit prej operacioneve të organizuara për të kapur të ashtu quajturin hajdut i vogël, një burr që përputhej me përshkrimin u pa në një makinë. Ai u ndalua dhe u dërgua në stacionin e policisë ku fotografua. Kontrollet e mëvonshme i forcuan dyshimet. Tiparet dhe ecja e tij përputheshin me ato të kapura në video. Pasaporta dhe konfirmimi mëtejshëm nga sistemi leximit të targës shërbyen si prova me rëndësi për identifikimin e tij. Krahasimi fizionomik i kryer nga zyra aeronale policisë ligjore, duke përdorur metoda morfologjike, vërteton përputhjen midis mesazheve të mbledhura dhe burit të identifikuar. Pas verës vitit 2024, periudhës së identifikimit, vjedhjet duke përdorur këtë teknik pushuan dhe i dyshuari nuk u identifikua më në Itali. Gjykatësi, hetues i gjykatës së Ravenës, me kërkesë të prokurorisë publike dhe bazuar në hetimet e skuadrës fluturuese, lëshoi një urdhër paraprak, ndalimi kundër tij shoqëruar me një urdhër kërkimi. Pika e kthesës erdhi pas ditën e 17 shkurtit. Departamenti i policisë, ndërsa po kontrollonin pasagjerët e një fluturimi nga Shqipëria, gjeti 30 vjeçarin subjekt të urdhrit. Ai u dërgua në burgun Regina Coeli.